Ky është shënimi që u gjet pranë vendit ku 2 fëmijët u mbytën në Greqi. 2 fëmijët që ranë në lumin Araktos në Arta, Greqi, kanë ndruar jetë. Prindrit e Spirosit, 14 vjeçar, i cili ra në lum për të shpëtuar shokun e tij që po mbytej, dhe 12 vjeçarit kanë vendosur të dhurojnë organet e tyre. Në vendin ku u mbytën nxënësit, miqtë e tyre kanë lënë lule, ndërsa atje u gjet edhe emigranti që u zhyt në ujë për të nxjerrë fëmijët. Do t'ju kujtojmë përgjithmonë, ikët si heronj. Shoqëria juaj thuhet në shënimin e lënë nga miqtë e fëmijëve në vendin e tragjedisë. Kujtojmë se 2 fëmijët qëndruan në ujë për 20 minuta, ndërsa mjekët zhvilluan një betejë titanike për t'i kthyer në jetë. Ata u transferuan më pas në spitalin e Rios, ku u trajtuan nën kujdesin intensiv në gjendje kritike, pavarësisht 2 ditëve pas aksidentit tragjik dhe pavarësisht përpjekjeve të mëdha të mjekëve, fëmijët u ndan nga jeta, ndërsa prindrit e tyre dhuruan organet jetësore të tyre.